I shtrirë në qendër të Shqipërisë, Elbasani përbën qytetin e tretë të vendit për nga madhësia, vendbanimi i lashtë që në shekullin e dytë para erës sonë, dhe një pikë mjaft e rëndësishme fal Via Ignatias. Kodrat e krastës, pyjet e gjinarit, burimet karstike të Bushekut janë bukurinë natyrore të kësaj zone, ndërsa vetë qyteti të ofron edhe mjaft objekte të rëndësishme për t'u vizituar. Sot Elbasani, falë ndërhyrjeve dhe investimeve të kryera nga pushteti vendor, vjen me pamjen e një qyteti europian, duke ndërthurur e shkrirë në harmoni traditën dhe modernën, të shkuarën e të tashmen. Qyteti ditës së verës me ndërhyrje dhe ndërtime të shumta në infrastrukturë, duke ardhur më pranë qytetarëve dhe turistëve të shumt. Elbasani ka ndryshuar, por unë do të thoya që Elbasani ka ndryshuar jo thjesht në formë, por edhe në përmbajtje. Elbasani për herë të parë ka verën e parë, do të thoya që është pandotje. Pandotje në fushës plerave. Në vend të fushës plerave po bëhet një pyll i mrekullueshëm dhe i gjelbër. Pra Elbasani e gëzoi atë që kërkohet ndër vite. Shumë shpejt brenda muajit gusht fillojmë ndërtimin e luliçës së re para pallatit të sportit. Dhe një studi holandeze është duke bërë projektin e ristrukturimit të plot, ose më mirë të themi fillimit nga para të parkut të rinjë të qytetit Elbasani. Lulishtja e Qifpashës çdo pasdite shndërrohet në oazin e gjelbër të pushimit për qytetarët e shumt. Kjo hapësirë rekreacioni përcjell përmes arkitekturës së saj simbolin e ditës së verës. Rrugët dhe pasarelat e kësaj lulishtheje, të bardha e të kuqe, gërshetojnë midis tyre dhe sjellin gjerdanin e verores në zemër të qytetit. Por qyteti që në mirëpritje pari pranverën, nuk i mungojnë as lulet e shumta. Trëndafili, lulja e qytetit. Trëndafili është lulja tradicionale e qytetit Elbasanit, midis shumë luleve të tjera. Miles unë po të zbuloj një projekt që ne shumë shpejt do iniciojmë. Do të kemi një parcelë në qendër të qytetit, ku do ftojmë të gjithë qytetarët të mbjellën nga një lule, nga lulet e shtëpisë së tyre. Ne kemi trandafilin lulen tonë, ka një këngë popullore qytetare Elbasanës, Musa Jusufit, një lulish për trandafilin, dhe Elbasani do të jetë një lulish për trandafilin.